Medjave falënderoj për prezencën e pjesëmarrjen në konferencë. Ne sapo përfundum një mbledhje të kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, ku prej pikave më të rëndësishme ishin edhe përgatitjet për zgjedhjet e 7 qershore që do të mbahen. Është një punë e madhe, një punë voluminoze, dëshiroj të falenderoj gjitha strukturat e Partisë Demokratike, anëtarët e kryesisë, shtabin dhe gjithë ata që janë të angazhuar direkt, që janë të angazhuar në këtë proces. Jem në fazën e përgatitjes edhe të sloganit, edhe të programit, edhe të listës zgjedhore dhe gjithçka që të ka të bëjë me fushatën. Jam i bindur se kemi përgatitje të mira, jam shumë optimist, jam i bindur që në listë do të ketë vajza, gra, djem, burra me shumë vlera. Një pjesë e madhe tyne do të jenë që garojnë për herë parë për deputet, dhe jam i lumtur që po ka njerëz të përgatitur që po bashkangjiten në radhat e Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe një temë që është diskutuar, që pritni edhe mediat me pas përgjigjen këtë temë, është edhe një kërkesë, një letër që ne si Parti Demokratike e Kosovës e kemi pranuar nga kryetari i Partisë Nisma Social-Demokrate zoti Limaj, e kam mik, kum punu gjatë me to, kam vlerësim shumë pozitiv për zotin Limaj, është diskutuar në Partinë Demokratike të Kosovës, është qendrim i përgjithshëm, pjesa dërmuese e anëtarëve të kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, që e presëm edhe mirë presëm kontributin e zotit Limaj të Nisme Social-Demokrate që në këto zgjedhje do t'japin Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe jemi bindur që kjo përkrahje do të reflektoj në rritjen e votës për Partinë Demokratike të Kosovës edhe si rezultat i këtij angazhimi. Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen, në proceset e rregullta të mbrëmshme zgjedhore, është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa i përket garimit në këtë listë, është qendrimi i përgjithshëm që fillimisht do të ndodhë një përkrahje për Partinë Demokratike të Kosovës, në vullnet i mirë nga una Nisme Social-Demokrate dhe pastaj në zgjedhjet e ardhshme ne do t'i trajtojmë kur të vinë ato në mënyrën më të duhur që është e nevojshme. Po kësaj radhe, zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk ka veç temi të qartë, se pyetja është për juve, pritjet janë këtu. Përndryshe për hir të korrektësisë, emrin e vet, ju keni pa letrën. Zoti Limaj nuk e ka vendosur që on do të jem pjesë edhe kërkoj me qenë pjesë e listës demokratike të Kosovës. Nuk ka qenë kjo kërkesë. Zgjonda sekundën dhe një faktin që anëtarët e kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës kanë qenë të ndarë në dyrë sa i përket kësaj kërkesës zëdëtime. Për shembull, kemi pa dhurat që takun në Anismajlin që janë deklaruar se nuk ka disponim, ndërkohë Rugim Bishpaku dhe Ramiz Ladrosi kanë kërkuar që gjithësia të jetë pjesë e listës. Ne sot bisedum kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës. Kryesia është organ vendimarrës në një diskutim shumë të hapur, shumë demokratik. I kanë shprehur mendimet e tyre, unë po ju siguroj që pjesa dërmuese me unanimitet kanë qenë që veprohet këtë mënyrë që është vepruar. Domethënë që Nisma Social-Demokrate në të ardhmen, gjithë anëtarët, ata që dëshirojnë, po edhe jashtë nismes, me mundësi me qenë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Po kësaj radhe nuk do të ketë të përfshirë në listën e Partisë Demokratike të Kosovës si në rezultat i një marrëveshje politike. Po qartësona, i një marrëveshje politike, nuk po flas se në publik kanë thonë asnjëherë nuk është ngritë çështja kërkesa që zoti Limaj të jetë pjesë e listës garuese. Përndryshe, e përmene edhe zotin Ladroci. Zoti Ladroci është kryetari i komunës së Drenasit, është anëtar i Këshillit të Drejtues, por nuk është anëtar i kryesisë. Në pyetje lidhur me procesin zgjedhor, a do të ketë Partia Demokratike kandidat për president në këto zgjedhje të konta?
zgjedhjet mohen për Kuvendin e Republikës Kosovës, ne të gjithë garojmë për një vend në ulset për deputet Kuvendin e Republikës Kosovës, është bo një trend, një mod që po nominohet një kandidat për kryeministër, ndërsa realisht gjithë garojmë fillimisht për deputetët dhe pastaj varësisht prej numrit të ulseve dhe varësisht prej mundësisë të ndonjë marrëveshje politike pas zgjedhjeve, ne kemi mundësi që të flasim edhe për proceset edhe për institucione tjera. A mundem? Altion Drejtësia e Kosovës. Edhe një pyetje, e përmendet që pjesa dërguese vetë se ka ndërguar drejtësi epilogu, por në fakt ka pas kursim prej ndokujt që nëse rastësisht Lima i vjen të ketë po themi masa kështu kursimisht të marrë nga ta? Absolut jo, edhe unë jam kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës. I vlerësoj, i respektoj, i ndëgjoj mendimet e të tjerëve, diskutimet e të tjerëve, mirë po nuk kur njëtë s'kun funksionue në basë të asaj nëse dikush thot po hjekna, po hy, nuk funksionaj ashtu. Kolegë, faleminderit shumë për studimin, për pyetjen. Faleminderit shumë, kalofshi mirë.